Me interes të jashtëzakonshëm u rihap Kinema Republika, rikthimi shumë pritur për qytetin e Shkodrës. Kinema Republika u rikthye zyrtarisht pas një rikonstruksioni të plot, duke shënuar një hapje të shumë pritur dhe të shoqëruar me interes të jashtëzakonshëm nga publiku. Në premierën e parë pati radhë nga qytetarë të çdo grup moshe, dëshmi e lidhjes së fortë që Shkodra ka me kineman dhe ekranin e madh. Patjetër do shoh filmin edhe kam marrë direkt me ble biletat sepse për mua është një lajm shumë i rëndësishëm. Jo vetëm si artdashse dhe si kinemadashse, po jam rrit në këtë vend, kështu që kam shumë kujtime të bukura dhe ta shikoj të rindërtume, ta shikoj në këtë nivel është për mua shumë kënaqësi edhe mbahet zemra mal, kështu që mezi po pres me e pa. Herën rreth parë uroj për te kinema shumë bukur, do të thënë është rikthy në një institucion shumë bukur. Ka herë me të befasu. Një punë shumë e bukur, me shumë vlerë, me shumë kulturë. Edhe uroj Bashkinë Shkodër edhe personalisht Vendit Beci, i cili merret dhe po realizon gjëra shumë bukura për qytetin e Shkodrës. Rikthimi i kinemas për zotin e kena prit shumë adin, po për pjesë filmave unë novatorin e kam njeh që kur ka dalë i pari, tash që i treti, edhe pse është i gjatë, shpresoj mos na mërzitet të jetë aq i bukur sa me na mojt entuziast deri në fund të orës 3. Është këndshëm, i duhet ai nis një gjaku me kalu kohën, ku marrë me shiu filmat e fundit. Unë jam shumë i kënaqur që u hap kinemaja që me pa filma dhe mos me i pa prin në shtëpi. Kam qejf ta shikoj serinë e re dhe më duket film shumë i bukur. Më në fund, Kinema Republika sot është e hapur për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Ne fillojmë me premierat botërore që jepen në gjithë Europën, në gjithë botën. Kemi Avatarin sot, kemi Zootopia, kemi Housemate, SpongeBobin. Të gjitha premierat e reja që dalin në botë do jenë dhe në Kinema Republika. Ne sot jemi njësoj si çdo qytet evropian. Sonte është hapja e Kinema Republikës, mirë se vini në kinema në Xhevahirin që i kishte munguar qytetit tonë të Shkodrës. Sot po shohim edhe njerëz të cilët po e frekuentojnë, interesi është shumë i madh. Kjo jo vetëm për shkak të investimeve bashkëkohore që kemi bërë në institucionin tonë, por edhe nga dëshira e madhe për artin, kulturën dhe sidomos për kinematografinë. Rikthimi i Kinema Republika shënon jo vetëm rifillimin e filmave në ekranin e madh, por edhe ringjalljen e një tradite kulturore.